Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Sot është një video pak më ndryshe prej videove që i bëj zakonisht. Kjo video është me numër 52 dhe me këtë video kanali im ka bë plot një vit. Kur po them tash një vit, po më duket shumë interesant, se kur e kom nis këtë kanal, sinqerisht nuk e kom ditë as vet ku kom hi. Unë kom menu që po hap një kanal me recetat dhe po i filmoj recetat, po pose video dhe kaq. Ama tash, pas një viti, po me thonë që nuk pas ka qenë heq aq e lehtë sa kom menu. E për këtë arsye, sot nuk më dosh me bo veç një video ku po ju thom faleminderit për një vit, por sot du me kqyr bashkë me ju 3 videot e mia ma virale. 3 video që kanë marrë mas shumë të views në këtë kanal. Lasagna bolognese, samuna të Gjakovës dhe tava e shishme me patate e pull. Edhe gjatë këtyre 3 videove, unë kam e ju tregu se çka kisha bo ndryshe sot. Çka kom gabu, çka kom fshi, çka nuk kom dit me bo, dhe çka kom mësu gjatë këtij një viti. Pra kjo është pak a shumë një video react ndaj vitës time para një viti. Edhe më ju tregu drejt, pak po tu ta mi këqyr këto video. I gjupë se unë të këqia, po e di se tash mas një viti, po i shok krejt ndryshe. Edhe besoj që shumë prej jush që keni nis diçka qoftë kanal, punë, biznes, a çka do tjetër, e dini atë ndjenin që kur e këqyr diçka e ke bo para një viti dhe thu qysh ko mujt me bo kështu. Video e parë ma virale, edhe që kena me komentu tani, u kanë edhe është lasagna bolognese. Kjo është videoja që e kom zgjidh si një prej 3 videove më të suksesshme në kanalin tim.
Edhe para se me i detajt recetës, pika e parë që kom bjen kry është zani. Po zani, nëse i këshyrum këto video, me njëherë vrina që nuk po flas. Këtu kom përdor thjesht tekst. Edhe sot nëse më kishim pyet që kisha bo ndryshe prej videos parë, pa menu 2 herë kisha thonë, kisha nis me ngjizu me zë. E ju me shkru ka shumë tekst. Se po e menoj tash prej anës shikuesit, ti jetu e shiku një video, jetu desh me po një recet, edhe për me kuptu krejt që ka po ndodhë, duhet me ndol videon, me lexu tekstin, me lëshu prap, me ndol apet. Edhe sinqerisht nuk besoj që krejt njerëz e kanë nervin me ndol videon me bo kështu. E sidomos sot kur krejt jemi mësu me video të shpejta, të postërta dhe me informata të qarta. Edhe unë për veti, kur e këqyri një video me shumë tekst, malet e kom me ngu dikon të full, se sa me ndodh video në gjdo 2 sekunda e me lexu. Prandaj, po ta kisha nis prej fillimit, unë e kisha ngjizu me zë. Dhe ju veç pse tingëllon ma mirë, po edhe sepse zoni jep një lidhje me personin që po e këqyri. Kur dikush po të flet, ti po e ndjen pak ma shumë që dikush është ato me ty. Tash normalisht zoni në fillim nuk është qenë perfekt, as nuk kom pas pajisje perfekte, as nuk kom ditë qysh me fol mirë në mikrofon, ndoshta kisha fol ma shumë ngadalë, ndoshta shumë shpejt, ndoshta kisha thonë gjdo 2 sekunda, por prap sot menoj që kish qenë shumë ma mirë se sa me mbush videon me tekst. Edhe një sen tjetër që e kom kuptu gjatë këtij viti është që nuk ka nevojë me shpjegu çdo gjë me 20 fjali, sidomos kur jetu bonaj recet. Nga njëherë mjafton me thonë qartë. Tash po e shtoj mishin, tash po e lë me u zbut mishin, tash po e shtoj mishin, tash po e përgatis salcën. Edhe nëse ka diçka të rëndësishme atëherë po e shpjegoj normalisht pak më shumë. Por nuk është e nevojshme që me bo çdo hapësi ligjërat. Se qëllimi është që personi me e kuptu recetën e jo me u lodh të ngu. Edhe tash kur po i bëj videot, mundohem me menu gjithmonë çka i duhet dikujt me ditë për me bo këtë recet, e jo çka muj me fol une edhe 10 minuta. Kjo është një prej ndryshimeve më të mëdha që e kom mësu. Edhe tash po e kthej pak tek videoja. Shikoni sa shumë tekst kom shkru. Sinqerisht tash po më duket pak qesharake. Ju që po thom keq për vitën tem, po realisht në fillim kom menu që sa ma shumë tekst, aq ma shumë po shpjegoj. Ama nuk është gjithmonë ashtu. Nga njëherë sa ma shumë tekst, aq ma shumë e komplikon. Një gjë që ka mujt me thonë shumë thjesht, edhe kjo është gjithka që e kom mësu gjatë këtij viti. E tash përveç zonit, një tjetër gabim që e kom bo në fillim ka qenë filmimi. Edhe këtu po ju tregoj drejt në fillim kom filmu komplet procesin. Do me thonë krejt, nëse një recet më ka marrë 2 orë, unë kom pas mundësi me pas 2 orë material. Edhe kom menu shumë mirë tash veç i pres pjesë që nuk më duhen, sa let po tingëllon veç i pres, po kur e kom një video 120 minuta edhe duhet me kthy një video të pastër, qartë, me ritëm të mirë, aty e kom kuptu që nuk qenë ka veç me prej, duhet me ditë çka me lanë, çka me hjek, ku me nis një pjesë, ku me mbyll, a duhet me tregu krejt procesin apo veç pjesë kryesore. Edhe krejt kjo në fillim ka qenë shumë e vështirë për mu, ka pas raste që kom filmu diçka 20 minuta edhe masane e kom kuptu që në video nduhet veç 10 sekunda të qasoj pjese. Dhe ka pas raste tjera që kom haru me filmu diçka shumë të rëndësishme,
Pra kom filmu krejt sene që nuk duheshin edhe kom haru pikrisht ato pjesë që më duhej. Kjo është pjesa që tash më duket ma qesharake. Në fillim kom menu që nëse e kom filmu krejt recetën jam në rregull, po nuk është ashtu. Duhet me ditë me filmu, edhe kjo besoni ose ju mu ka marrë gati 1 vit me mësu. Tash po mununa me menu ma shumë para se me nis një recetë. Çka më duhet me filmu, cila pjesë është ma e rëndësishme, a duhet me tregu krejt procesin apo mjafton me tregu veç pjesën kryesore. Normalisht edhe tash gaboj, nuk po them që tash jam perfekt. Ka raste që kom filmu diçka pak ma pak se që duhej, ka raste që kom filmu diçka pak ma shumë, po dallimi është që tash nëse mungon diçka në video, munduhem me shpjegu me fjalë. Edhe kjo është shumë më mirë se sa me pas material 40 minuta pa nevojë. Edhe një sen që e kom mësu, është që një video nuk ka nevojë me tregu çdo sekond të recetës. Kjo ka qenë një prej gabimeve fëmija më të mëdha. Unë kam menu që nëse nuk e tregoj një hap komplet, personi nuk ka me kuptu. Po në fakt nëse e shpjegon mirë, mundesh me tregu shumë ma shkurt. Për shembull, nuk ka nevojë me kqyr dikush 15 minuta të e pa qepën qysh po e skuq. Nëse është diçka që duhet me pa, e tregon, nëse jo, e shpjegon. Kjo është diçka që tash po mundohem me pas gjithmonë mendje. Edhe tash po kthehemi te receta. Këtu nëse e kqyri sot, e kisha ndrua edhe mënyrën që kom organizu videon. Jo domosdoshmërisht recetën, po videon. Sepse tash e kom kuptu që për një video gatimi renditja është shumë e rëndësishme. Duhet me ditë kur me tregu një gjë, duhet me ditë kur me fol, duhet me ditë kur me hesh, edhe po, kjo tingëllon shumë thjesht, po nuk është. Sepse kur i vetë të e bo videon, ti edhe kamerman, edhe kuzhinjer, edhe person që po flet edhe montazher. Edhe krejt këtu gjona, fillim i kom bo vetë, prandaj edhe ka pas shumë gabime. Videoja e dytë u konë Samunat e Gjakovës. Kjo video më kujton shumë edhe një sen tjetër. Unë fillim kom menu që me hap një kanal në YouTube është shumë letë, sinqerisht kom menu, po gatuj, po filmoj, po e postoj. Ama kur kom hyn këtë punë, e kom kuptu që jo, nuk është veç me gatu. Duhet me menu ku po e filmon, a ka zhurmë, a është drita e mirë, apo duket ushqimi mirë, a është zoni pastër, apo flas shumë, apo flas pak, apo e shpjegoj mirë, apo e kupton dikush që nuk ka përvojë në kuzhinë. Edhe kur jetë e bo një recetë, krejt këtu duhet mi pas parasysh. Edhe unë në fillim nuk i kom ditë. Për shembull ka pas rast që kom fol aq gjatë në një recetë sa që masanaj kur e kom kqyr video kom thonë mirë, po ky njeri kur po ndalet. Edhe qaj njeri, bash qaj njeri ju më konon, edhe që kjo pjesë u konë ma e keqja. Sepse kur jetu fut, ju të duket që jetu e sfegu mirë. Po kur e kqyr masanaj videon, e kupton që ke mujt me thonë krejt ato që ke thonë për 5 minuta, për 30 sekunda. Edhe kjo është nëna prej gjonave që tash po mënuna me kontrolu, jo me fol vetë sa me mbushkohen, po me fol kur ka diçka për me thonë. Edhe të kjo video kom mësu edhe diçka tjetër, nuk është gjithmonë letë me gjithë që ka me ngjizu. Shumë njerëz menojnë që nëse ke kanal gatimi, çdo ditë e ki një ide, po nuk është ashtu. Ka receta që i ke bo, ka receta që nuk duken interesant, ka receta që janë shumë gjata, ka receta që janë shumë thjeshta, edhe aty duhet me menu. A ka me pas dikush qef me kqyr këtë video, sepse sot njerëzit kanë shumë pa kohë, shumica duan diçka të shpejt, të pastër, të kuptueshme. Dikush nuk o qef me kqyr një recetë 2 orë, edhe kjo është krejt normale, prandaj unë duhet me gjetë mënyrën me tregu një recetë mirë pa e zgjatur pa nevojë.
kjo është njëna prej sfidave më të mëdha për mua, sepse ka njëherë një recetë është shumë e mirë, po procesi është shumë i gjatë. Edhe aty duhet me gjetë mënyrën qysh me bë videon interesante. Tash një send që unë kom pas problem, shumë fillim ka qenë me shpjegu recetën, sepse kur je vetë të e gatu, ti e din çka po ban, ti duket gjithçka normale, po personi që po e qysh videon nuk është që e din. Për shembull, ti e din ku duhet me hek mishin, ti e din që duhet me u duk një brom, ti e din sa duhet me u pjek, po personi tjetër ndoshta është e bë për herë të parë. Prandaj tash mënona me mendu gjithmonë, nëse unë nuk e kisha ditë këto, çka kisha dosh me ma shpjegu dikush. Edhe kjo më ka ndihmu shumë, sepse kanali jem quhet Gatime për fillestar, edhe nuk du me harru kur këtë pjesë. Nuk po du me i bo videot veç për njerëz që din me gatu, po edhe për dikan që ndoshta sot po e ban recetën e parë në jetë. Edhe për mu, kjo është shumë e rëndësishme. Kalojnë tash tek videoja e tretë virale, e cila është tavë me patate dhe pul. Edhe këtu po më kujton shumë sene. Në fakt, nëse e këqyri krejt këtë një vetë, po e kuptoj që ka shumë gjona që ndodhin prapa një videoje se sa që ishin ju. Dikush e shën një video, por nuk e sheh sa herë kom vendos kamerën, sa herë kom dalë, sa herë kom harru diçka, sa herë kom thonë jo, kjo nuk po m'pëlqen, edhe kom nis prej fillimit. Nuk e sheh kur e kom montu një pjesë 3 herë, nuk e sheh kur e kom pas një video të gjatë edhe kom provu me shkurtu, edhe kjo është arsyeja pse në fillim e kom pas shumë vështirë. Sepse kom menu që video është veç ajo që po e sheh ti. Po tash e di që videoja fillon shumë më herët. Fillon me idenë, pastaj duhet me mendu recetën, pastaj filmimin, zoni, titulli, postimi, edhe mësënej prap nuk e din e ka me pas views. Mundesh me mendu që ke me bo videon ma të mirë në jetë edhe ajo mos me ecë, mundesh me bo një video që ty duket krejt normale edhe ajo me bo njona prej videot ma të shikume. Edhe kjo është gjishka që kom menu gjatë këti viti, nuk mundesh gjithmonë me di çka ka me pëlqy njerëzve. Për shembull, kur i kom bo këto video, nuk e kom di që kanë me bo ndër videot ma virale në kanal. Unë veç e kom bo recetën. Edhe kjo sen më ka mësu që mos me në vlerësu videot. Nga njëherë një recetë që ty duket shumë e thjeshtë, diku tjetër i duket pikërisht ajo e duhura. Edhe një gjë tjetër që du me përmend është rrjetet sociale. Në fillim kom pas TikTok edhe Instagram. Në fakt Instagramin e kom ende, por TikTokun ju. Nuk po thom që nuk më pëlqen TikToku, po sinqerisht nuk është një vend për mu. Sepse unë kom pas shumë komente negative, edhe ju veç komente se nuk po më pëlqen receta ose diçka e tillë. Kjo është krejt në rregull, secili ka menimin e vet, po ka pas komente shumë të këqija. Komente që nuk kam pas lidhje absolut me video, edhe me kalimin e kohës e kom kuptu që nuk po ndina mirë aty. Prandaj kom vendus mos me vazhdu. Edhe menoj që kjo është një gjë që duhet me ditë secili që po hyn në internet. Jo krejt njerëz kanë me të dashur, jo krejt kanë me të lavdu. Edhe jo çdo koment duhet me marrë për zemër. Po edhe në njëjtën kohë, nëse një platformë po të ndikon keq, nuk je i detyruar me qenë ato. Unë kom zgjedh për vete Instagramin edhe YouTuben, edhe për momentin po ndina shumë ma mirë këto. Edhe kjo është gjishka që nuk e kom ditë kur e kom nis. Kom menu që duhet me qenë gjithkohën. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, krejt këto çka janë. Po tash po menoj krejt ndryshe. Nuk është e nevojshme me qenë gjithkohën. Ma mirë me qenë disa vende ku ndihesh mirë edhe mundesh me vazhdu, se sa me qenë dikun me u lodh këtë pa lidhje. Edhe kur jemi tek lodhja, po du me folë edhe një sen. Kur kom nis kanalin, nuk e kom kuptu se shumë pun kam e pas. Nuk është veç
po baj një video. Ka ditë që nuk ka ide, ka ditë që nuk din çka do me bo, po nuk ki energji edhe. Ka ditë që ke gatu, ke filmu, ke montu, edhe masane e she video në thu, jo, kjo nuk është e mirë. Edhe du të me nis prap. Ka raste që e ki një recetë shumë të mirë, po nuk del videoja e mirë, edhe kjo është shumë frustruese. Sepse ti din që ushqimi është i mirë, po video nuk po të pëlqen hiq. Edhe duhet me gjetë një zgjidhje. Një tjetër gjë që e kom mësu është që vendi ku për filmon ka shumë kuptim edhe rëndësi. Le të paktën për njerëz si unë që bojnë receta, jo për ata që bojnë thjesht video. Në fillim kom menu që mjafton thjesht me pas një kuzhinë, po nuk është ashtu. Duhet me menu a ka njerëz rreth teje, a ka zhurmë, a ka dritë, apo të pengon dikush, apo lëviz kamera, apo duket avolina mirë, edhe nëse dikush thot po çka ka lidhje veç gatuj. Po në fakt kur po don me bo video ka lidhje shumë. Edhe zoni është një problem vete. Ka raste që kom filmu një pjesë shumë mirë, po zoni nuk ka dal mirë, ose ka pas zhurmë, ose kom folat shumë, so që kur kom ardhë te montazha, kom pas një video që nuk kom mujt me përbalua zë vetën. Edhe ato e kom kuptu që duhet me dit me ndal. Nuk është nevoja me full pa ndërprej. Nga njëherë edhe heshtja është pjesë e videos, e sidomos tek videot e gatimit. Njerëzit duan me pa ushqimin, duhet me i lon pak ven edhe pamja me full. Edhe kjo është gjishka që sot mundohem me ba ma shumë. Tash nëse e këshyri vetëm para një viti, nuk po du me thonë që e kom qenë keq. Atëherë kom dit aqë sa kom dit, edhe kjo është krejt normale. Nuk unë është me prit prej vetës me dit gjithë shka prej ditës parë. Nëse kisha prit prej vetës me qenë perfekt në videon e parë, do shta sot nuk kisha pos kanal heq. Sepse kisha thonë jo, s'po di edhe kisha lanë krejt. Po tash e kuptoj që gabimet janë pjesë e krejt kësaj. Edhe sinqerisht shumicën e gjanave që i di sot i kom mësu veç tu gabu. Të e po një video mas një vitit, të e kuptu që zoni nuk ka qenë mirë, të e kuptu që kom fol shumë, të e kuptu që kom filmu tepër, të e kuptu që kom haru me filmu një pjesë. Krejt këto gabime kanë qenë mësim për mu. Edhe për këtë arsye, nëse dikush është menu me qenë një kanal, ose diçka tjetër njëtë pa mërë parasysh qka, unë veç një këshillë kom. Mos prit me qenë perfekt, sepse nuk ka me orë kur ajo ditë kur pa prit maski me thonë tash jam gati. Nese, thjesht nese, edhe keme po që gjatë rrugës keme mësu. Unë kom nis me shumë pak një uri se so që kam tash. Edhe ende kom shumë për me mësu. Edhe pas një viti ka ende gjera që nuk i di. Thjesht, po tash pak në di qka nuk di. Edhe kjo është një hap shumë i madh. Në fond, du me ju falenderu shumë juve që po mi shikoni videot. Sepse pa ju ky kanal nuk ish pas kuptim. Unë mëne me gatu, mëne me filmu, mëne me montu, po nëse nuk është asë kushtu e këqyr, nuk është njëjta ndjenjë. Edhe për se cilin koment, për se cilin like, për se cilin view, faleminderit shumë. Ndoshta për dikon një view është veç një numër, po për mu sidomos në fillim, çdo view ka qenë shumë i rëndësishëm. Edhe tash kur po e shoh që kanali i ka bon një vetë, sinqerisht po më duket pak e pabesueshme. Jo veç ta videoja, po edhe të onë. Edhe për mu kjo është pjesa më e mirë e krejt vitit, me e po që kam mësu diçka. Prandaj, nëse po e këqyni këtë video dhe po mendoni me nis diçka, nese. Edhe nëse nuk din me fol, edhe nëse nuk din me filmu, edhe nëse nuk din me montu, se krejt mësohen, veç duhet me vazhdu. Edhe një sen tjetër që po e menoj shpesh është se çka me ngjizu matutje. Se kanë njëherë na duket një recetë shumë interesantive, po nuk e dia kanë me pas njerëz të tjerë interes. Për shembull, kohët e fundit kom menu edhe për receta për bebat, sepse i kam postu 1-2-3 video që kanë ecë shumë mirë, edhe kam pas njerëz interes. Po tani nuk e dia ka interes nga ana juaj,
Edhe për këtë arsye nëse kish pas shef me pas receta për beba ose ndonjë lloj tjetër recetas që mendoni që mundet me pas në kanalin tem, shkruani në koment, pse jo. Se për mua është shumë e rëndësishme me di se çka po doni me pa jo. Ndoshta edhe receta më të lehta, më të shpejta ose ndoshta një playlist për ushqime më të lehta ose më të shëndetshme. Po sinqerisht unë nuk du me hy me fol shumë për me hup kile, se nuk jam ekspertë në atë pjesë, po nëse ka interes për recetat të lehta, me më pak kalori ose ushqime më të shëndetshme, edhe ato mundemi me mendu, pse jo. Prandaj, krejt që ka ju intereson me pa më shkruani, mos hezitoni, se shumë herë ideja më e mirë për një video mundet me orë pikërisht prej komenteve tuaja. Edhe po, jam shumë e lumtur që kom vazhdu deri këtu, prandaj faleminderit shumë që jeni pjesë e Gatime për fillestar. Shpresoj që edhe vitin tjetër kemi me pas edhe shumë receta edhe më shumë video dhe shpresoj që kom mësu edhe më shumë bashkë me juve. Edhe nëse jeni të rinj në kanal, mirë se keni ardhur, edhe nëse jeni prej atyre që jeni këtu prej fillimit, faleminderit shumë prej zemrës, shihemi në videon tjetër.